Sa herë të na ndodh diçka, të nderuar vëllezër, mas pari do të më e pyet veten çka u bë me mua. Çka bona unë që më ndodh që kjo. Çështu na mëson Kur'ani. Allahu i madhëruar thot: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çdo fatkeqësi që u godet juve nuk është tjetër gjë veç se rrjedhoja e asaj që ju e keni merituar. Çka keni bërë me durët e juaja, çka keni merituar, si pasojë që asaj vinë edhe fatkeqësitë, vinë edhe goditjet, vinë edhe ngecjet, vinë edhe dështimet. Çdo gjë e pakëndshme që njeri përballet me të njëjtën e kësaj bote, pra fe bima kasabat aydikum. Nuk janë gjë tjetër veç se rrjedhojë edhe pasojë e asaj që ju keni vepruar, që e keni merituar me punët e juaja. Madje ky ajet e ka një madhështi të veçantë. Wa ya'fu an kathir. Shumë fal Zoti. Domethënë, këto çka po ju godasin, këto çka po ju nxajnë, nuk janë krejt çka e lypni. Nuk janë krejt çka e meritoni. Këtë veç pak. Ndërsa shumicën Allahu e fal, shumicën Allahu e te i kalon. Ja te i kalon njerëzve, nuk e këqyr. Pse? Këtu do të me e kuptu një gjë, mendoj se është shumë e rëndësishme. Për disa punë tonat, Allahu pona, me thonë kushtimisht, pona ndëshkoj, ka edhe pse kjo nuk është ndëshkim, sa është mundësi edhe ofertë që Allahu na e jep për këndellje. Nëpërmjet këtyre stuhive, Allahu po na e jep neve mundësinë me fitu sevap. Po na e jep mundësinë me u bë më të qëndrueshëm, edhe po na jep mundësinë me e dhënë shembullin e mirë, edhe me fitu shumë tek Allahu fuqiplot. Njeri kur ka kritik ndaj vetvetes, i çon vrejtjet. Ç'kjo është pointa. Rëndësia është me gjetë ku jam ngeci, ku ke gabu. Kur e gjon ku ke gabu, mundosh me e përmirësu. Si të përmirësohesh, punët kanë me ecë shumë as mire, thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, e thojnë shumë dietarë të Islamit, edhe është mase e vërtet, thot asnjë bela nuk ka ndodhur mesin njerëzve përveç se për shkak të gjunahet. Edhe nuk është largu përveç se kur kanë filluar njerëzit me u përmirësu dhe me kërku falje. Ke bo gjuna, të ndodhë diçka që së dasht me të ndodhë. Se cili pej neve i vrenë ngecjet e veta njëtën e ti. Apo do në tash me dalë për kësaj situate shumë letë është me Allah, bon të ube. Me një gjuna e ke turbullu pak raportit tonë me Allahun, me të ube e këfjellan edhe njerë, edhe vazhdon jetën tutje, ashtu që është mas mire. Inshallah Zoti na mshiron tonëve, na i falë kretë ato gjunahe me cilat na i kemi bo vetës shumë zullon. E ato si falë kërkush përveç Allahut fuqiplot. Inshallah Allahu me falje të veçantë prej tina falë edhe me mshirë të veçantë prej tina mshiron se ajo s'falës dhe mshirë.